Du më pyet kush është shqiptari më i rëndësishëm në historinë e re të Kosovës? Ose, si më thonë, për ju, kush është një personalitet i cili besoni që mund ta ketë këtë epitetin e njeriut më të rëndësishëm të historisë Kosovës? Pa, fije dyshimi, për mua është Ibrahim Rugova. Tash, jo që nuk ka pas të meta, jo që nuk ka pas defekte në aftësit menaxhuese, udhëheqëse. Por kur i krahasoj me të tjerët që kam pas rast me i taku, të gjithë përposa Adem Jasharit, që nuk e kam taku, kur i fshot, kur i krahasoj, atëherë di saktësisht që nuk gaboj kur thom këtë. Po zëm, ajo që për Ibrahim Rrugovën vlen me uçmu është ai farë insistimi i tij në atë idenë e tij qartë për një Kosovë të pavarur. Tash mënyra ka qenë e duhur apo ka qenë e funksionale deri në një moment dhe në momentin tjetër s'ka qenë, ajo është çështje e debatit historisë dhe atë mund ta debatojnë kushdo. Por në anën tjetër edhe aftësia e tij, me qenë se e kisha çastjen e drejt për drejt pas luftës të Ibrahim Rugova, kishte një simpati për mu. Unë ankofsha për komunën, po zonë që s'po punojnë mirë, s'po si ai thoshte Ilir, politika në Kosovë është pak më ndrysh bëhet. Këtu duhesh me i pajtu të gjithë, familjet e mëdhaja, regionet, individ caktum. Gjithë duhet negocimi me plot interesave. Kësaj dhe pastaj vetëm kështu mundet me funksionu. Ajo që është, me qenë se e kom njoftë edhe jam taku në takime edhe në vitin 96 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe më herët. Tash ajo që mua më bën përshtypje shumë është ky përzistimi i tij në këtë idenë për Kosovën. Dhe nuk e mendoj që asgjë tjetër ka qenë e rëndësishme për to. Nuk kanë qenë as individet, as pozitat, as dhe insistimi i tij për me qenë president, mendoj ka qenë pas luftës, nuk ka qenë, mendoj, për shkak të interesit direkt të tij për atë pozitë, por i bindur që mundet me vazhduar atë ide, duhet me qenë për me bote. A mendon që sot e fundit pra Kosova ka të ardhme edhe a sheh pozitivisht apo konsideron që nuk po ecet në drejtim të duhur, për shkak se sot Ilir shumica pra duket që ka një ikje kështu masive të njerëzve të rinisë. Që është një fatkeqësi për një vend për shkak se po ikin, si më thonë, kjo tash është klishe, po është e vërtet, po ikin njerëzit që i dashur që në ata bartës të këtë kësaj shoqënie. Po edhe kjo disi shpesh e ngrys, si më thonë, e mjegullon gjykimin e njerëzve, nëse jemi të jetë duhur apo jo. Tash duhet besoj me kuptu një gjë që pikpamjet për rëndësinë e çështjeve ndrojnë mes gjeneratave. Derisa në kohën e para luftës, çdo gjë ka qenë orientuar me i rezistu Serbisë, me punu në drejtim të asaj që me kriju një tregim që pranohet për jashtit edhe të përkra Kosovën atë rrugën e pavarësisë. Ma vonë këto ndruan tash. Në gjeneratën e reja, ideja kryesore e tyre është me qenë i situar materialisht, pavarësisht mënyrës si e bëjnë. Kjo në kohën time nuk ka qenë, as në kohën e prindve të mi. Në kohën tonë ka qenë me fol mirë për ty, me qenë dikush i çmuar, ke mujt me qenë i çmuar edhe në qoftë se s'ke pas. Tash në këtë kohë nuk je. Mundesh me qenë më i miri, më i sinqerti, në qoftë se materialisht nuk je i situar, atëherë nuk je i çmuar për kësaj shoqënie. Dhe kjo po mendoj nuk është një ndrim që ka ndodhur vetëm në Kosovë, është në krejt global, dhe kjo tash e ndron gjithashtu konceptin edhe për të ardhmen, edhe për kushtimin këtu. A ka Kosova të ardhmen? Pa dyshim që mendoj që ka. A është rruga e vështirë drejt asaj të ardhme? Me siguri që është.
Tash është një strukturë tjetër politike kur e krahasoj të para luftës dhe të pas luftës me tash është një strukturë krejt tjetër politike. Janë njerëz të cilët praktikisht edhe në çdo arritje e kanë bërë shumë ma lehtë se sa ata ma herët, pa u rreziku prej kurçkafit. Ma shumë duke shiku për të interesin personal se sa të përgjithshëm, por gjithmonë duke u thirrur në interesin e përgjithshëm. Dhe kjo mandej ka ndikuar që i bën të papërgjithshëm, pa dijen e tyre për pozitën që e kanë në parti, në qeveri, në udhëheqje. Ka njëherë më duket thu që e marrin si lojë këtë punën e politikës. Një mik i imi i mirë, Ender Hasani, më thoshte përpara thike, bab, ka shtrije, ka shtë poshtër. Unë nuk po them që janë të poshtër, po them me të vërtet është një farë ka shtrije dhe ka shtë poshtër. Dhe nuk ka, shiko, për me të qenë, asi nuk ka një dallim të madh në mes partive, është koncepti i njëjtë, është lufta e njëjtë, është thu që a ditë si fëmijët e vegjël atje në kopsht ose në shkollë fillore që shtyhen, shahen, bohen, pajtohen, ja laga, ma lagi, ja bona, kështu soj, dhe kjo është shqetësuese praktikisht, për me udhëheq një vend edhe një popull drejt një të ardhme dhe për me i kriju praktikisht një perspektivë dhe një ndjen të perspektivës, duhesh me qenë shumë ma i ndërtuar dhe shumë ma i fuqishëm, edhe me di çka po dënë. Nuk bëhet politika sot për nesër për 2 javë, 3 javë, dikur çka të ndodhë, të ndodhë. Absolutisht. Po përmbyllim me këto, mbi gjitha besu në diçka. Pa fjetë dyshim. Pa besu në diçka është e pamundshme në politikë me funksionu. Ilir, të falenderoj shumë që ke qenë sonte në presim. Falenderit ty shumë për ftesën. Unë ndjeva shumë mirë dhe shumë i lirë këtu në këtë farë. Mendoj ndoshta i mbeta borxh të disa personave në atë kohën e burgut për me i përmend, të cilët më kanë ndihmuar shumë me përballu atë kohë. Është Sabit Geci, me qenë se me te kom qenë aty. Sabitin e ki pas kështu e kom pas koleg. Po. Dhe Roland Barteskon, një Gjermani, po, me te kom qenë edhe aty, po, me te Cimer, të cilët praktikisht më kanë një periudhë tjetër ka qenë edhe Nasser Shala dhe i cili ka vdek tash Ftyra, të cilët praktikisht ma kanë bërë shumë atleta të farloj qëndrimi atje gjatë asaj kohë. Sabiti më thoshte i lirë shumë të komu rejt e se kom ditë pse. As tash s'pedi veç pas kanë thonë tjertë, këse ti qenë këtë ta mondial. E këta ta letun pak burgu. Po, edhe në anën tjetër mandej më thoshte edhe këte, shumë po e mbajke letë burgun. I thash, po çka mundesh me bojë tjerë? Thoshte, nuk i sheti komandant aty i kajtë këtu si fëmija kur vinë të në burg. Kështu që jom falenderus për atë mbështetje që ma kanë bërë dhe ma kanë lehtësuar shumë atë kohë aty. Interesant.